bekim i njerësi. Edhe njerë falenderoj Irsin për ftesën edhe juve për mikpritjen. Si që tha edhe Irsia, do mbajmë një bisedë të shkurtër, pa u lodhur, por që është e nevojshme në lidhje me atë çfarë na bën ne të krishterë. Por unë do ta shikoj një këndvështrim tjetër, pra jo ato çfarë ne duhet bëjmë, por ato çfarë ne bëjmë gabim, se ndonjëherë kur gjërat i bëjmë gabim, kuptojmë dhe të mirën. E para, shpeshherë shikojmë njerëz që e quajnë veten të krishterë, që janë me një traditë krishterë, por që nuk jetojnë si të krishterë. Dhe aq më tepër ata nxjerrin sipas mendjes së tyre, praktikave tyre, një lloj krishterimi tjetër që nuk është me atë krishterimin ortodoks që kemi neve, edhe ndryshojnë doktrinën, traditat e kishës. Prandaj duhet ta përcaktojmë mirë çfarë jemi ne të krishterët, aq më tepër dhe të krishterë ortodoks. Ju duhet dini se në botë ka shumë grupime të krishtera, por neve dallojmë dhe quhemi të krishterë ortodoks. Kur e dëgjojmë termin ortodoks, ndonjëherë mendojmë se është një term që u vendos kur u nda lindja nga Perëndimi. Dhe atëre u vendos termi ortodoks për dalluar kishën e lindjes nga kishën e Perëndimit që quhet romano-katolike, por nuk është shumë. Termi ortodoks, ashtu siç na mëson dhe historia e kishës, është një term që u vendos hapërsisht që në shekullin e 3 nga etrit e kishës, nga shkrimtarët e kishës. Për shembull, kemi një fakt ku shekullin e 3 Evsevio i Cesaris e përdor termin ortodoks dhe i referohet Shën Klementit dhe Ireneu të Lionit si ambasador të ortodoksisë. Po ashtu, termin ortodoks e shikojmë në shekullin e 6 në kohën e Justinianit të Madh dhe më konkretisht e diela e ortodoksisë, të cilën ne e festojmë çdo të dielën e parë të Kreshmës. Prandaj i themi gjitha këto se termi ortodoks është diçka shekullore, pra që shekullit e parë të kishës dhe ka një kuptim domethënës. Fjala ortodoksi do thotë adhurimi i drejtë, mendimi i drejtë, doktrinë e drejtë, që nuk devijon as majtas as djathtas. Por përveç ortodoksisë kemi edhe kakodoksi, që do thotë një mësim i gabuar. Por kemi dhe heterodoks, nëse i keni dëgjuar, janë ata që nuk janë ortodoks, janë grupime të tjera, të ashtu quajtura të krishterë, e quajnë veten, po për ne nuk janë ortodoks, janë heterodoks, ka një doktrinë tjetër, ka një mendim tjetër, ka një traditë tjetër, jo ortodokse. Por përveç ortodoksisë kemi edhe diçka tjetër që ne përdorim kish, ortopraksi. Ortodoksi do thotë, tham, adhurimi i drejtë, mendimi i drejtë. Ortopraksi do thotë veprimi i drejtë, sepse të dashur krishterë, ne biem ndonjëherë në një gabim i cili ka kosto. Neve mburemi me traditën tonë ortodokse, dhe kjo është një bekim i madh që kemi lindur në familje ortodokse, ose gjendemi sot në kishën ortodokse, të trashëguar ose të fituar personalisht, por nuk mjafton të jesh vetëm ortodoks. Duhet të jesh edhe një njeri që jeton në mënyrë ortodokse. Kjo quhet ortopraksi, sepse nuk mjafton vetëm besimi i drejtë, po duhet edhe vepra e drejtë. Ndryshe nuk ka shpëtim, sepse besimi pa vepra është i vdekur, thot apostulli Jakobi, dhe veprat pa besim janë të humbura. Kështu që ashtu si zogu ka 2 krah që fluturon, ose varka ka 2 rema që ecën, kështu edhe neve që të fluturojmë në qiell drejt Zotit, ose të ecim në rrugën, në detin e trazuar të kësaj jete, duhet kemi 2 krah, besim dhe vepra, ose 2 rema, besim dhe vepra. Ndryshe rrotullohemi në vend, nuk bëjmë përpara. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Vetë Zoti tha: mos mendoni se unë erdha të shfuqizoj ligjin, as profetët. Nuk erdha për t'i shfuqizuar, por për t'i plotësuar, sepse në të vërtetë ju them, derisa qiellet dhe toka të kalojnë, asnjë jot, asnjë pikë e ligjit nuk do të kalojë pa plotësuar atë. Ai pra që do shkel një nga këto urdhërimet
më të vogla do të ketë dhe të mësuar kështu njerëzve, do të quhet i vogël në mbretërinë e qiejve. Kurse ai që do t'i bërë në praktikë ato, do të mësojë të tjerëve, do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. Prandaj, unë po e them, në qoftë se drejtësia juaj nuk është më e lartë se ajo skribëve dhe fariseve, nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve. Pra, shikoni sa i drejt për drejt është Zoti. Zoti nuk bën lëshime as në ligjin e dhjatës së vjetër, ai e përmbushja të ligj dhe neve tani na ka dhënë fuqi që të ecim në veprat e Perëndis për shpëtimin ton. Kështu që nuk mund të themi thjesht unë besoj në mënyrë ortodokse, po nuk jetoj në mënyrë ortodokse. Dhe ajo çfarë duhet themi është se ka të krishterë që si thash edhe në fillim mund ta kenë emrin Maria, Kristo, Gjergji, Nikola, vinë nga familje me tradicion, madje në shtëpinë e tyre mund të kenë episkop, mund të kenë priftëri, mund të kenë teolog, katekist dhe mund të mburen me veprat e njerëzve tyre të afërt, por në vetvete ata nuk jetojnë si ortodoks e para. Nuk janë pagëzuar. Si mund të quhet një njeri krishter ortodoks ku nuk pagëzohet? Është absurditet të lindë një familje krishtere ortodokse, ose të marrësh pjesë në një ambient të krishterë ortodoks, vetë ose fëmijët e tu nuk i pagëzon. Çfarë tha Krishti? Kush do pagëzohet në emër të Atit, të Birit, Shpirtit Shenjtë do shpëtoj. Është taksative, është e padiskutueshme. Jo vetëm të rriturit që duhet patjetër të pagëzohen se kanë mëkate për të falur, përveç mëkatit të gjyqësor, por dhe fëmijët duhet pagëzohen se kanë mëkatin e trashëguar. Dhe me mëkat askush nuk hyn në mbretërinë e Perëndis. Prandaj, në qoftë se ti nuk pagëzohesh, mba emrin si të duash, krije traditën si duash, nuk je i krishterë ortodoks. Dhe diçka tjetër, ka nga ata që thonë jemi të krishterë ortodoks, po nuk mbajnë kryqin i qafë, ose nuk e bëjnë shenjën e kryqit. Kanë turp, ta mbajnë ose ta bëjnë. Kjo nuk të tregon se je krishterë ortodoks. Kush nga neve do kishte turp të mbante stemën e familjes së vet? Të emrin e babait vet, të nënës vet. Patjetër që askush nuk do kishte turp. Por neve si duhet kemi turp të mbajmë kryqin e Krishtit që është shenja e birit të njeriut, ose të bëjmë të shenjë e kryqit sa që jemi afër një kishe, si një përshëndetje që i bëjmë shenjtit të kishës ose ëngjëllit të kishës? Çfarë thot Apostulli Pavli? Sa për mua, thot, mos ndodh kurrë që unë të mburrem me gjë tjetër, vetëse me kryqin e Krishtit, që me cilën bota është kryqëzuar tek unë dhe unë tek bota. Atëherë, dhe diçka tjetër, janë disa të krishterë ortodoks, por nuk i nderojnë ikonat. Madje edhe kur vinë në tempull, nuk i puthin ikonat. Kanë frikë se mos trashëgohet smundje. Po mirë, në kohën e Covidit u bë një lloj lëshimi që mos na akuzonin neve të krishterët se u përhapnim smundje. Por tani që iku ajo smundje epidemike, si duhet kemi ne ndrojtje dhe frikë se ikona përhap smundje? Duhet dini se ikona nuk është thjesht dras, as ngjyrë. Është imazhi i një personi të shenjtë, të Krishtit, të shëmërisë. Kush nga juve do kishte ndot nëse Krishti, shëmëria, shëngjegji, shfaqje përpara dhe në vend ta puthe do ta fërkonte? A është kjo dinjetoze? A është e tolerueshme? Jo. Sinodi 7 ekumenik vendosi që ikona duhet nderohet me puthje. Duhet ta puthësh ikonën. Dhe shëmpajsi thot duhet jetë me puthje me lëng, do me thënë një puthje dashurie. Pse njerëzit që ne i duam i puthim fort? Ata që janë familjes, ose fëmijët, ose miqtë tanë, edhe është një puthje e shenjtë. Po pse ikonën nuk e puthim, por e fërkojmë kështu, se kemi frikë, kemi ndot? Jo, gojët e pabesa u thafshin krejt, që nuk e nderojnë ikonën tënde besnikërisht, na thuhet. Prandaj, nuk mund të quhemi të krishterë ortodoks ku nuk nderojmë ikonën. Dhe diçka tjetër. Ka krishterë që quhen ortodoks, po në shtëpinë e tyre s'ka një ikonë. Po e dini që shtëpia pa ikona si shtëpi pa dritare? Dhe në shtëpitë e tyre kanë lloj-lloj pamjesh dhe figurash edhe seksuale, kurse ikonën e Krishtit shëmërisë nuk e shikojmë, ose e fusin në një cep aty. Jo, nuk është tradita jonë e krishterë. Në shtëpitë e krishterëve ortodokse ikona duhet jetë në balë të vendit. Duhet kemi një mikro, vend ose ikonostas ku ne mbajmë ikonën e Krishtit shëmërisë dhe shenjtorin ton mbrojtës. Aty duhet drejtohemi për lutje. Shënjo Angojardit thot familjet krishtere janë kisha të vogla.
Në qoftë se ne nuk lutemi në kishën e vogël, nuk do lutemi as në kishën e madhe. Prandaj duhet i mbajmë ikonat. Janë disa që thonë jemi të krishterë ortodoks, po kreshmë nuk e mbajnë. Të mërkurën se mbajnë, të premten se mbajnë, ditët kreshmore si mbajnë, siç jemi dhe në kreshmet e apostëve. Pse nuk i mbajnë? Se nuk kanë shëndet. Shëndet kanë, mundësi kanë, po nuk duan. E thonë, kreshma nuk është e rëndësishme. Po si nuk është kreshma e rëndësishme? Po vetë Krishti, biri i Zotit dhe biri i njeriut i pamëkatshëm, mbajti agjërim për ne, jo për vete, për t'i dhënë kuptim agjërimit dhe kreshmimit ton. Si ne nuk mbajmë kreshëm? Po të mërkurën është të rrethuar Krishti, si ti thua unë jam i krishterë ortodoks e ha pi të mërkurën? Ti bësh si Juda, i cili e shiti Krishtin për 30 monedha argjenda, për bler një qofte, për bler një panine, për bler diçka, një copë mish, ka që vlerësoi Juda Krishtin. Edhe këta ortodoksët në thojza që hanë dhe pinë të mërkurën dhe të premten që është ditë e kryqëzimit të Krishtit, është ditë zije, si mund të jenë me Krishtin. Prandaj, ai që nuk mban rregullin kreshmor të mërkurë dhe të premte dhe kreshmat e kishës nuk është i krishterë. Dhe patjetër na thonë dhe shenjtorët, kreshma është nëna e virtutit. Ai që nuk kreshmon, ai nuk ka virtute. Sado që mund ta paraqitet veten njeri me besim, me tradit, nuk ka virtute. Është si një makinë, sado luksoze të jetë, nuk ka frena. Detyrimisht do të karambohet, do të shkatroj veten dhe të tjerët. Dhe diçka tjetër. Themi jemi të krishterë ortodoks, por nuk rrëfehemi. Dhe e justifikojmë mungesën e rrëfimit se nuk është tradita jonë, themi. E kam për shembull romano-katolikët ose nuk e di. Jo, ne nuk e kemi traditë. Si nuk e kemi traditë? Është një nga misteret e kishës. Madje mister shumë i rëndësishëm, madje dhe më i fortë se pagëzimi. Pse do thoni ju? Pagëzimi fal të gjitha mëkatit që ne kemi bërë, mëkatin stëgjushor. Por ndonjëherë mëkatet që i kemi bërë dhe në fëmijëri dhe pa vetdije. Kurse pendim rrëfimi fal mëkatet që i kemi bërë dhe me vetdije. Më kuptoni? Prandaj quhet pagëzimi i dytë. Kur bëjmë mëkate dhe mëkate të rënda, mëkate të vdekshme, asnjëherë këto mëkate nuk falen thjesht me një keqardhje ose me një pendes përpara ikonës. Jo, duhet misteri i pendim rrëfimit. Pa të thënë ati rrëfyes që t'i janë falur mëkatën në emër të Krishtit dhe t'i japi uratën e faljes, ty nuk të falet mëkati. Harojeni këtë. Kjo është e vendosur nga Zoti, nuk është thjesht një kapriço e kishës. Dhe ne nuk kemi dëshirë të marrim vesh të fshetat e njerëzve. Zoti i tha apostujve, atë që do ja falni njerëzve, Perëndia do t'ja falë atyre. Atë që nuk ja falni, as Zoti nuk do ja falë. Kështu që si mund të quhesh i krishterë ortodoks nuk je rrëfyer asnjëherë në jetën tënde? Të paktën një herë në vit je i detyruar ta bësh rrëfimin. Është check-upi i shpirtit, pra të shohësh në çfarë gjendje je. Dhe diçka tjetër, ka të krishterë ortodoks në thonjza, që thonë jemi të tillë, po nuk kungohen. Vinë këtu dhe në kish, marrin pjesë në këtë liturgji hyjnore siç ishim, por disa nuk u kunguan. Ndoshta ka një arsye, por kur është pa arsye, si nuk kungohesh? Si mund të marrësh pjesë në një dasëm ti, je i ftuar në dasëm dhe nuk ha dhe nuk pi asgjë që është bën përpara teje? A është ofendim për të Zotin e dasmës? Pse nuk ha? Pse nuk pi? Mos të duket si them e pandershme ose ajo që të bën përpara. Por tashmë ne përpara na u vu trupi dhe gjaku i Krishtit. Ati dha trupin dhe gjakun e birit vet në këtë dasëm, në liturgjinë hyjnore. Se nuk kungohemi? Kanonet kishtare thonë, në qoftë një krishter, klerik, por dhe laik, nuk kungohet 3 të diela rresht pa arsye. I kleriku zhvishet dhe laiku aforizohet. Dhe nuk mund të kungohesh ti prap pa kryer misterin e pendim rrëfimit. Prandaj nuk është kaq e thjeshtë kjo pjesëmarrje në kish, se vim këtu në ndërtesë, marrim pjesë në këtë liturgji hyjnore, por nëse nuk kungohemi, çfarë krishterësh jemi ne? Çfarë thot me frikë, besë, dashuri afroni? Kujt i thot? Neve na thot pra. Po pse nuk kungohesh, thot dikush. Po nuk kungohem se nuk kreshmoj. Po pse nuk kreshmon? Po nuk kungohem se nuk rrëfehem dot. Po pse nuk rrëfehesh? Pra gjërat që ti nuk i do, sepse nuk vlerëson atë që merr në kish. Çfarë tha Krishti? Kush nuk ka mishin e birit njeriu dhe nuk e pi gjakun e tij, nuk ka jetë në veten e vet. Dhe diçka tjetër,
Neve themi jemi të krishterë ortodoks, por ditën e diel që sot është dita e Zotit, shkojmë rrugëve, në pazar, në weekend, në plazh, argëtohemi, e themi jemi të krishterë ortodoks. Si mund që është i krishterë ortodoks o ditën e diel ti nuk shkon në kish? Çdo ditë ne jemi të justifikuar të rrim në shtëpi tona, bëjmë punët tona, të merremi me aktivitetet tona, jo, ditën e diel duhet vim në kish. Na ka detyruar Zoti. 6 ditë janë tuaj, thot. Bëni çfarë doni, nuk ju detyroj të vini në tempull. Ama ditën e diel, të paktën 2 orë, siç thotë shën Johan Gujarti, janë për Zotin. Dhe këto 2 orë ne nuk vim. Si mund themi jemi krishterë ortodoks kur ti nuk mungohesh të dielën sepse nuk merr pjesë në kish të dielën? Atëre a e dini juve se çdo argëtimi të dielës para liturgjisë është mëkat dhe çdo punë të dielës para liturgjisë, por dhe që nuk respektohet e diela vetëm në punë e detyrueshme mbas liturgjisë është mallkim? Nuk e them unë. E thot kisha, e thon shenjtorët, e thot Shër Kozmaj, që e kemi shenjtorin ton të dashur dhe të afërt. Prandaj i themi të gjitha këto sepse ti je i krishterë ortodoks ka disa detyrime, edhe diçka tjetër. Quhet i krishterë ortodoks bashkëjeton pa kuror. Çfarë i krishteri ortodoks të bashkëjetosh pa kuror? A dini ju se bashkëjetesa pa kuror është kurvëri? Sepse nuk e themi ne, e tha Zoti. Në qoftë se Zoti nuk e bekon një çift, siç bekoi Adami dhe Evën, çdo marrëdhënie jashtëmartësore është kurvëri. Dhe aq më tepër quhet krishterë ortodoks dhe thyen kurorën, tradhton burrin ose tradhton gruan, si quhesh i tillë. Dhe aq më keq ka disa që i bëjnë këto mëkate të vdekshme dhe vinë kungohen, se nuk rrëfehen. Se po të rrëfehen do ndalohen. Dhe çfarë ndodh? Kungohen dhe bëjnë më keq. Bëjnë me neuroza, bëjnë me probleme psiqike dhe bëjnë me probleme shëndetësore, u shfaqen smundje, sepse dënohen, e thot Apostulli Pavli. Ai që kungohet pa denjësisht dënohet nga Zoti. Nuk po marrin për sheshtur në kish, po marrin trupin dhe gjakun e Krishtit, që ka disa kritere, i pagzuar, i penduar, i rrëfyer, i përgatitur me kreshmim dhe agjerim. Kështu që të gjitha këto na bëjnë neve të jemi të përgjegjshëm për të quajtur veten të krishterë ortodoks. Ndryshe ne nuk jemi të krishterë. Dëgjoni, kisha nuk i intereson shumë numra. Erdhën 1000, erdhën 10.000, ndonjëherë siç vinë kohë Krishtlindjes së Pashk. Nuk i intereson kishës numra sepse Zoti nuk na shikon me numra. Nuk kemi statistik me numra, kemi statistik me emra. Kur kungohemi me emër. Zoti na thret në emër, kisha na thret në emër. Zoti i interesohet për cilësi dhe jo sasi. Prandaj, dikush ka thënë, të krishterë ortodoks janë si ato lule thot në një baçe. Ndoshta janë pak, por ato pak janë shumë të rëndësishme se ai bari i shumt. Prandaj, ne jemi si lule që duhet ta aromatizojmë ortodoksi dhe ortopraksi. Pra, edhe të vërtetën, edhe veprën në Krishtin. Kjo ne na bën të krishterë ortodoks. Ndryshe është ai që tha dhe Irsia, që tha dhe Shën Agustini, që do kemi një zhgënjim shumë të madh kur na gjykoj Zoti. Gjyqi nuk do bëjmë as ne, as të tjerë. Gjyqi do bëj Krishti. Por gjyqi fillon që këtu nëpërmjet kishës, sepse kisha është dhe për gjykuar, edhe për dënuar, për shpëtuar. Por në qoftë se ne pretendojmë se jemi krishterë ortodoks dhe nuk bëjmë ato çfarë tha Zoti dhe kisha, do vi dita që do mbetemi jashtë. Dhe kjo do jetë në dëmin ton. Prandaj, le t'i vëmë rëndësi mësimit të Zotit, mësimit të kishës dhe të bëhemi të krishterë ortodoks me ortodoksi dhe ortopraksi, si dy mënyra të domosdoshme për të shpëtuar. Amin.